Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashur miq dhe jemi në një bisedë shumë të këndshme me liderin tonë që kemi përzgjedhur. Ka ditur deri tani, nuk e di, ta shesim, mund ta cilësojmë shumë mirë atë karrierën e tij, të na tregoj të gjitha aftësitë bindse, madje në një pikë na bindi edhe që të gjitha ato produkte që ai arrit t'ja shesi i do edhe vetë. Ka ndodhur ndonjëherë të shesësh diçka për cilën nuk e ke preferuar, nuk të ka pëlqyer? Të vërtetën. Shumë vështirë. Shumë vështirë. Shumë vështirë, me thënë, e parë nga ana tjetër, më është dashur gjithmonë të apasionohem pas produktit në mënyrë që të buroj natyrshëm shitja. Në çfarë konsiston faza e apasionimit të forcuar? Nëse fokusohesh te produkti, gjithmonë ka anë pozitive. Si çdo gjë, nuk mund të ketë një produkt, një njerëz, një event, nuk e di, që të ketë vetëm anë negative apo vetëm anë pozitive. Ka edhe anë pozitive. Janë të dyja. Por zgjedh të shohësh, domethënë të shikosh se çfarë zgjedh të shikosh. Domethënë, e thënë ndryshe, bota është një mix midis mundësive dhe vështirësive. Nëse përqendrohesh te vështirësitë, do të shikosh vetëm vështirësitë. Nëse përqendrohesh te mundësitë, që ke përcakton të gjithë itinerarin dhe mënyrën se si. Fatmirësisht kam punuar për marka shumë të mira, që ka qenë goxha thjesht për të gjetur të mirat e produkteve. Kështu që më ka ndihmuar. Më ka ndihmuar që të apasionohem pas produkteve të cilat të është dashur t'i shesësh, apo jo? A mund të më thuash cili ka qenë momenti më i vështirë i karrierës tënde? Një situatë në cilën je gjendur dhe të ka mbetur, ndoshta të ka shërbyer edhe për të rritur aftësitë tua, sepse ndonjëherë profesionalizmi përcaktohet në mënyrën se si ti arrin të le të themi të përballosh vështirësitë që të ofrohen rrugës, dhe a ka një moment të cilin ti e kujton gjithmonë një fazë shumë të vështirë të karrierës tënde dhe jetës tënde gjithashtu? Shumë të vështirë, jo, nga ana profesionale, patjetër që ka patur ulje ngritje, patjetër që ka patur vështirësi, se pa to nuk mund të zhvillohesh. Mirë, po pas çdo vështirësie, për sa kohë është e kaluar dhe është gjetur një zgjidhje, kënaqësia ka qenë dhe më e madhe. Kështu që nuk di të përmend një moment shumë të vështirë, ka patur goxha momente të vështira, të cilat janë të kaluar. Teknikalitete në botën e tregtisë ka plot, që nga ana operacionale, që nga ana logjistike, likuiditete, stok, produkt, ka plot. Një nga problemet, domethënë, ose e them më ndryshe, një nga momentet më të vështira për shitsin apo për njerëzit që merren me shitje është nëse produkti ka një problematik me konsumatorin. Ai është pak problem që të sjell pasoja, si thua. Pjesa tjetër brenda ekipit, brenda organizatave, çdo gjë të kalohet, ndaj thash, puna në grup, puna në ekip të thjeshton, sepse në mos njëri tjetri do të vi me një ide, me një zgjidhje. Origjina juaj është nga Gjirokastra, apo jo? Që një gjirokastrit të shesi mirë nuk është një risi. Por sa duhet ta bindesh një gjirokastrit që të blej? Çfarë aftësish do të kesh? Shumë e thjesht, mjafton të ulesh pak çmimin. Kjo është vetëm një teknikë. Funksionon me të gjitha tipologjitë e tre? Jo, kjo ishte thjesht një shaka. Unë me sa njoh tregun gjirokastrit, por si i rritur aty, sepse më pas kam lëvizur dhe shumë pak kam punuar aty personalisht. Është i treg i orientuar për nga cilësia, do të thoshja, kështu që nëse arrin të ofrosh produktet cilësore dhe le ta quajmë në thonjza me leverdi, është goxha e thjeshtë. Me që jemi tek Gjirokastra dhe me që përmend faktin që je rritur aty, si kujton fëmijërinë tënde? Çfarë lojrash bëje ti në fëmijëri? Bëje këto tregjet, operoje në tregun e zi që në Vegjëlik? Jo. Se kishe nisur? Jo. Se kishe nisur kështu me shkëmbime? Për hir të së vërtetës, kam filluar të punoj shpejt, në një moshë diku 11 vjeç, kishim një biznes familjar, kafe bar, me thënë ta quajmë. Prezantimi yt i parë me profesionin e arshëm. Po. Edhe kjo ndoshta, dhe unë ndaj thash që rrethanat të ndihmojnë për ta kultivuar, kështu që
duke qenë në një moshë të vogël në shërbim dhe kuptohet që në një bar kafe moshat janë gjithmonë më të rritura se unë që isha në moshën 11 vjeç. Krijon një thjeshtësi për të komunikuar dhe komunikimi është një nga soft skillset më të nevojshme jo vetëm në shitje apo në tregti, po besoj në çdo lloj aspekti, në çdo lloj industrie, komunikimi është bazë. Kështu që ndoshta më është dashur të rritem pak shpejt, po kohët ishin të tilla, nuk po të them tani datëlindjen. Okej. Edhe unë nuk po ju pyes. Por deri diku për ndërgjegjësimin që kishte atëherë për ato çfarë ishin rrethanat, unë besoj se kemi kaluar një fëmijëri disi më jashtë, më outdoor se sa ç'është sot. Kuptohet me vështirësitë sot që i kthehesh, kupton se sa vështirësi ka patur një fëmijë apo një i ri në ato kohra, por siç thash, me elasticitet kemi arritur të marrim më të mirën dhe nga ajo periudhë. Kështu që e kujtoj me Çfarë keni marrë nga Gjirokastra? Ka diçka karakteristike të cilën ju ja referoni? Ka shumë, ka kulturë, ka traditë, patjetër. Do të thoshja që lapsin ta punosh mirë është një tipar, një input shumë i mirë që t'i jep qyteti. Besoj se qytetet që kanë patur tregtinë të zhvilluar kanë të zhvilluar dhe këtë aspekt. Kështu që ta përmend këtë aspekt, të lidhur me profesionin. Cili është ushqimi juaj i preferuar? Besoj Gjirokastrit apo jo? Të kuzhinës jo. I zonës jo, nuk do të thoshe në një gjë. Ato që janë standarde. Mirë, si do na e shisje pak kuzhinën e Gjirokastrës, duke qenë se nuk të pëlqen. Jo, do të ftoja ta provoje. Edhe aty do zgjidhja. Do t'i bëja një përzgjedhje të atyre që janë gjërat më karakteristike dhe pastaj do shikoj me një muhabet të këndshëm besoj do të shijonin më mirë. Okej, në shoqëri të mirë ndoshta do arrinim në raportin preferencial që ju do dëshironit apo jo. Besoj se po. Ju jeni për te janës profesionale, jeni shumë aventurier, ju pëlqejnë motorët apo jo? Dikur po. Pse tani, pse hoqet dorë? Nuk e di, kur lindi Timbir, ndjeva një përgjegjësi më të madhe dhe fillova dhe të kisha pak më shumë frikë, kështu që frikë në kuptimin për të ardhmen dhe për rritet sensi i përgjegjësisë dhe çdo gjë e mendon. Rritet përgjegjësia dhe po. Nga ai moment hoqet dorë. U bë shumë kohë. Jo, e kam hip motorit edhe disa herë tjera, por u bë vite që jo. Nuk e kam ndjekur më. Cili është hobi juaj aktual? Muzika është një nga gjërat e mia. Me që jemi te muzika. Themelore. Di që ju pëlqen Metallica. Po. Nëse në Shqipëri do organizojë një koncert, por i Metallicas, por target grupi do të ishte që të mblidhnit bileta vetëm për moshën për gjeneratën Z. Si do t'i bindnit këta? Sepse jam e sigurt nëse do vinte Metallica, do të kishte një pjesë shumë të madhe të Shqipërisë, ndoshta të gjeneratave pak më të hershme që do donin ta shikonin, por duke i referuar le të themi muzikës komerciale që sot qarkullon dhe gjenerata Z është një nga ndër konsumatorët parësor të kësaj të fundit, si do t'i bindnit, si do të arrinit që ta arrisnit në masë për të kuptuar kështu aftësitë tuaja persuasive, një mini test. Shiko, nëse nuk arrin t'ju provosh diçka, me thëmë, për ti është pak e vështirë sepse muzika është çështje shihesh dhe nuk është se ti mund ta shesësh. E kam të vështirë të mendoj që të bind njerëz që, sidomos heavy metal, është goxha e sfiduese për ta, por besoj se me krijimin e një kampionature, të themi, një ambient paraprakisht, një parti paraprak me një ambient të lezetshëm, me një përzgjedhje shumë të mirë të muzikës apo këngëve, hiteve të tyre.
Muzika do të jetë komponent, por me miksuar me komponent të tjerë, besoj se do të arrijmë të krijonim një natë të këndshme e cila do ishte preludio i një koncerti. E gjetëm një zgjidhje. Kështu ndoshta do të ishte. Në për të kështu besoj se kjo duhet të jetë. Do të ishte një mënyrë efikase. Gjenerimi provës, po. Gjenerimi provës. Kjo besoj se do të ishte. Po, çfarë i këshilloni fëmijëve tuaj? Do donit që ata të vazhdonin rrugën tuaj apo i këshilloni të studiojnë dhe të ndjekin një rrugë tjetër? Fëmijët e mi unë sugjeroj që të provojnë sa më shumë diversitet. Dhe më pëlqen, nuk është, ka nisur me heavy metal, apo më pas me kalimin e kohës, është zbutur pak me rock, por në librarin time të quaj kështu të muzikës, ka shumë llojshmëri muzike, ka shumë llojshmëri rrymash. Unë më pëlqen muzika cilësore, dhe nuk është se kam ngelur vetëm tek metali rënd, themi. Ajo ka qenë në makinë, po, në makinë gjithmonë kam mbajtur deri para ca vitesh metal të rënd, por në bazë të gjendjes emocionale, shpirtërore, ndryshon muzika. Nuk kam qenë i ekskluziv në atë. I me bie ka emri Melodi për ta Melodi. Po, për të treguar kështu lidhjen tuaj të fortë me muzikën. Po. Pasi dhe për mua dhe për ti me shoqe, muzika ka qenë një komponent kyç, si në rritje, si në zhvillim, emocional, shpirtëror, por dhe botë kuptim, themi. Vitet 90 kanë qenë të mbushura me muzikë jo kaq elektronike, por më orkestrale, por që të them që nga muzika klasike dhe deri tek ritmet më të rënda, po nuk e di si ti, mos i përmend tani, jam i apasionuar pas gjitha. Mjafton të jetë cilësore. Patjetër që pastaj emrat nuk ka kompromis me cilësinë, në muzikë. Vlen edhe vetëm në muzikë apo edhe në Jo, meqense ishim tek muzika, jo. Me që përmendë bashkëshortën tuaj, si është raporti? Ju operoni pak a shumë në të njëjtën fushë apo jo? Po, tani si është të kesh? Është një kritikuese apo një ndihmuese të dy bashkë? Të dy bashkë. Një kritikues pozitiv, ta quajmë kështu, është një ndihmues i madh. Okej. Kështu që ajo është ne tani kohët e fundit kemi filluar që të bashkëpunojmë, si të thuash, duke qenë se ajo është e profilizuar në burime njerëzore rekrutim. Kështu që leadershipi, shitja, mendësia, burimet njerëzore, besoj se plotësoj një paket, si të thuash. Kemi bërë disa trajnime së bashku, ka rezultuar të suksesshme, na ka pëlqyer shumë, kështu që kemi menduar se mund ta vazhdojmë. Mund të vazhdojmë. Tani të doja të ndaleshim më gjatë tek sipërmarrja juaj, duke qenë se na ka ngelur edhe pak kohë. Do doja të dija boshtin në cilin ndërtohet, pra element për gjithë ata që do kishin dëshirë ta ndiqnin, dhe pse jo, cili do të ishte efikasiteti që do t'i uzufronte nëse do ta ndiqnin apo jo. Patjetër. Shiko, ajo ka filluar dhe është zhvilluar bashkë me ne, në kuptimin sjellim personalisht sjell shembullin tim personal, trajektoren e ndjekur, siç thash, që nga filluar nga soft skills, që janë teje të domosdoshme, dhe gradualisht pastaj duke kaluar në tema pak më të thella, siç thash mendësia, por dhe gjëra praktike që duhen në tregun e punës, tek zhvillimi i karrierës. Të gjitha këto të ndara pastaj në materiale të ndryshme, në trajnime të ndryshme, në tema të ndryshme, besoj se janë një grumbull i konsiderueshëm i materialeve për zhvillimin personal dhe profesional. Ju jeni certifikuar gjithashtu për të bërë sales coach ose pra për qenë një trajner, nëse mund ta cilësojmë, në fushën që ju operoni. Sa të rëndësishme janë trajnimet për të le të themi përvetësuar sa më shumë aftësi, referuar tregu që ju operoni? Në gjykimin tim janë shumë të rëndësishme. Edhe sot janë gjitha mundësit për të trajnuar. Edhe nëse kudo që banon dhe kudo
me këdo që ti jesh i rrethuar, se ndoshta jo të gjithë kanë mundësinë që të jenë të rrethuar me njerëz të cilët mund të ndihmojnë në zhvillimin e tyre, apo mund të jenë pjesë e kompanive nga të cilat mund të marrin dhe trajnime, njerëzit që drejtojnë apo nga trajnimet e jashtme. Sot ne fatmirësisht jetojmë në një nga periudhat më të ndritura kur çdo gjë mund të gjendet online, mund të jenë me pagesë, pa pagesë, të përthurura, janë të gjitha të mundshme. Mjafton për zgjedhja e informacionit, fokusi, që e kam një nga temat e mia të trajnimit, sepse përqendrimi në ditët e sotme është shumë i rëndësishëm, me thënë ka shpërqendrim të madh dhe aftësia për të përqendruar në një temë të caktuar është goxha e vështirë. Por do trajnuar se si të mund të përqendrohesh në tema të caktuara, duke ndjekur trajnime të caktuara. Po të them që e premtja ime e zez është tek një aplikacion i kurseve, kështu që aty për të marrë. Le të themi që është si një udhëzues për të mbledhur ndoshta të gjitha idetë që dhe të gjitha eksperiencat që ke akumuluar, ndoshta duhet një formë udhëheqje për t'i kategorizuar dhe për të ndërtuar një bazë strukturale, apo jo? Patjetër. Ju keni bërë shumë trajnime, besoj. Kjo ka qenë edhe, le të themi, ajo dëshira që ju ka lindur duke parë efikasitetin e tyre, që ju ka lindur për të krijuar më pas Adromaj Talent Consultancy. Apo jo? Jo, lutem. Edhe ju gjatë trajnimeve tuaja, si keni parë, si kanë ndikuar, cilat kanë qenë ato aftësi që ndoshta ju keni mundur të zhvilloni nëpërmjet tyre të fundit? Shiko, unë kam filluar me trajnime që më shërbenin për punën time të momentit. Kështu që menaxhimi, tejkalimi i vështirësive, të gjitha këto, ndoshta, fillimisht ka skepticizëm, sidomos në moshë të re, ka skepticizëm, por me pak vullnet, duke i shkuar deri në fund, duke i tentuar ti vësh në jetë ato, sepse çdo informacion në shikot nëse nuk e vë në zbatim, kupton dhe ndryshon qëndrimin. Qëndrimi yt pasi ke zbatuar një trajnim caktuar, ndryshon. Ti pasi korë një sukses, kupton që mund ta replikosh dhe më tej. Dhe kurioziteti që është një nga gjërat themelore, besoj unë, e miksuar me pak entuziazëm, të bën të shtyjnë më tej në tema të caktuara. Duke eksploruar, duke mësuar, duke rritur vetë dijen, sepse është shumë e rëndësishme, duke rritur vetë dijen, fillon të aplikosh. Do besim, gjithë sukseset të ndihmojnë në rritjen e vetë besimit, dhe nëse arrin të korrësh një sukses dhe një tjetër pas tij dhe një tjetër pas tij, këto pastaj të bëjnë të kuptosh që ajo çfarë propagandoi në atë trajnim apo në ato trajnime është e vërtetë. Është e vërtetë dhe njeriu e ndërton veten ditë ditës. Duke ju referuar fjalisë përmbyllëse që njeriu e ndërton veten ditë ditës, gjithashtu në një ndër artikuj që ju kishit shkruar, kishte një frazë që thoshte që ka disa elemente të cilat ne nuk jemi koshient të që i zotërojmë. Çfarë ju ka surprizuar ju ndër vite me kalimin e kohës? Cilat janë ato elemente që keni arritur të zbuloni nga vetja, të cilat nuk i dini që i zotëroni? Plot, disa, ka lloj gjëra që kam zbuluar nga vetja, por një nga aspektet kryesore është në trajnime, një nga, sepse është e vështirë, jam mësuar me një tabel dhe të shkruaj, ose të vizatoj disa, sepse shkrimi, po s'ka rëndësi. Një imazh i mendjes, e cila ka qenë një nga bazat nga ku unë jam intriguar shumë për të hyrë në botën e mendimit, bën një shpjegim të mendjes së ndërgjegjshme dhe të pandërgjegjshme apo të nëndërgjegjshme. Duke zotruar atë temë, duke u ndërgjegjësuar për atë temë, kupton që një grumbull i madh veprimesh që ne bëjmë gjatë ditës janë në mënyrë të pandërgjegjshme. Dhe sa më shumë kupton apo je i vetëdijshëm për këtë temë, aq më shumë kupton se sa veprime ne jemi robër të rutinave. Kështu është ndërtuar njeriu me sjellje të zakonshme. Dhe nëse ndalon për të kuptuar se çfarë sjelljesh të pandërgjegjshme bën,
një pjesë e tyre janë automatike, atyre që bëjmë për ditë, arrin të zbulosh dhe cili është automatiku yt që punon gjatë gjithë ditës. Kjo diferencë dhe se si të fillosh. Cili është automatiku juaj? Shumë sjellje, zakone, shprehje të përditshme që ripërtërihen për ditë. Nëse nuk ndërgjegjësohesh për këtë temë, nuk i vë dot nuk i dallon dot. Dhe vazhdon të replikosh të njëjtën sjellje për ditë. Besoj se kjo është një nga temat që më ka intriguar më shumë, se si të krijosh suksesin duke krijuar zakone të suksesshme. Kjo është një temë më vete, shumë e gjerë, por është aq intriguese dhe aq shpërblyese, mendoj se ja vlen ta ndjekësh. Për ta përmbyllur, Shazivan, cilat janë parimet që duhet të udhëheqin një lider? Shiko, nëse do ta përmbledhja me pak gjëra, duhet të ketë një filozofi personale, mënyrën se si e shikon votën dhe se si e vendos velën, sepse erës nuk ke se çfarë ti bën, por vela është ajo, edhe është përcaktuese dhe është filozofia personale, është çështja motivuese apo qëndrimi apo një temë tjetër shumë e rëndësishme që është inteligjenca emocionale, për të kuptuar edhe për të diferencuar motivimin nga demotivimi, apo si të jesh i vetëdijshëm për çfarë të shkakton gjendje të ndryshme, dhe më pas kryesorja disiplina. Nëse të gjitha këto mbështeten nga një disiplinë e fortë, suksesi është i garantuar. Është çështje kohe. Cili është lideri në shtëpi? Duke qenë se jemi bashkë themelues të Dhromaj Talent Consultancy, besoj se do ta lëm 50-50, por kuptohet që në shtëpi ka një lider të vërtet. Ka një peshë më të madhe. Ka një peshë më të madhe. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e lider dhe që ndave me ne të gjitha këto pjesë dhe momente nga rrugtimi jot dhe nga ana profesionale, po gjithashtu edhe personale, dhe të uroj sa më shumë suksese. Kënaqësia ime, ju falenderoj shumë. Faleminderit. Kemi ardhur kështu edhe në fund të kësaj puntate të dashur miq, ishim një bisedë shumë të këndshme me sipërmarrësin Shazivan Dhromaj, i cili ndau me ne shumë nga eksperienca dhe jeta e tij personale. Unë ju lë takim të shtunën tjetër, si gjithmonë në ekranin e televizionit Skan në orën 18:00. Deri atëherë, mirupafshim.